Të nderuar televizionistë të emisionit Gjurmë, në emisionin e sotëm do të flasim për një histori suksesi të kompanisë Çuna Ton. Kjo kompani operon në sektorin e mishit dhe të nënprodukteve të tij. Kompania Çuna Ton e çeli aktivitetin e saj në vitin 2011. Dritan, faleminderit që pranuat ftesën e emisionit Gjurmë dhe mirë se u gjem. Ju faleminderit dhe juve dhe mirë se erdhët. Faleminderit që u bërë edhe promotor që të zhvillojmë të cikël emisionesh për ju, për sipërmarrjen tuaj, por edhe për origjinën tuaj. Kënaqësia është gjithë e ime. Faleminderit. Dritan, pyetja e parë për ju ka të bëjë me faktin se si u gjendët ju në këtë profesion me këtë sipërmarrje të thertores edhe të tregtimit të mishit. Është e kahershme. Është një profesion, një zanat, themi, siç e themi në Tiranësit, i trashëguar nga të parët tanë. Kjo fillon qysh me gjyshin tim. Ne jemi nga zona e Shëngjergjit, dhe ai atje ushtronte profesionin e kasapit, pastaj e trashëgoi dhe i mat, dhe vetë u trashëgua dhe nga ne. Unë maj mend në fëmirin time, për herë të parë, më thot babaj do vinë ca miq tek shtëpia, nëse do vinë do më lajmërojnë, babaj punonte, do e marrësh dhe do thesh një kec që ta përgatisim. Të respektoj miqt. Dhe kam qenë në moshë minore, kur kam ushtruar për herë të parë profesionin e kasapit. Dhe vetë ju, gjërat të evoluan, dhe ja ku gjendemi këtu. Pikërisht të vim në aktualitet. Kur u krijua sipërmarrja juaj Çuna Ton, që ka lidhje me thertoren dhe me tregtimin e mishit? Ne kemi kthyer në Shqipëri në shtator të 2011-s, një periudhë 14, po thjesht 15 vjeçare, ne kemi emigruar, kryesisht unë, i mblla 8 vjet, në emigrim dhe ai bashkë me mua, dhe që të dy, patjetër që gjën më të mirë që dishin bërëshim, ishte ky profesion, dhe gjatë gjithë kësaj kohë emigrimi kemi ushtruar profesionin e kasapit dhe atje ku kemi emigruar. Përveç të mirave materiale që përveçuam me punë dhe me mund në emigrim, ajo që ishte vlerë më e madhe ishte detajimi i profesionit ton. Fituam një eksperiencë ndryshe, gjëra më të evoluara, një përshtatshmëri më mirë që mund të përshtateshim me tregun dhe ishim më të aftë se kur për t'ju përshtatur më së miri klientelës kur u kthyem në Shqipëri. Po, dhe dyqani i parë që çelet në Shqipëri ju dhe si evoluan pasaj, si evoloi kompania Çuna Ton me dyqane të tjera, me thertore, por edhe me ferma ku ju mbashtoni baktit. Atëherë ne u kthyem, siç tham, duke nga shtatori 2011-s dhe bëm hapjen e parë. Tek ne mbi gjithë ka bizotruar harmonia familjare. Gjithë kjo që ne kemi arritur deri më sot, nuk është më tani dhe eri, por janë edhe motrat tona, janë niprit tanë që ushtrojnë këtë profesion, dhe siç po e konstatoni dhe ju, që të gjithë jemi aty dhe angazhohemi me këtë sipërmarrje. Nga shtatori 2011-s, ne filluam gjërat po shkonin mbar, pikë pari punësuam njerëzit tanë, familjes tonë, morëm motrat, morëm niprit, dhe duke që se gjërat shkuan më së miri, krijuam mundësit për të hapur dhe pikë të tjera shitjesh. Koha bëri të sajën, gjërat ka shkuar mirë, ne jemi munduar për më të mirën e mundshme për të ofruar te konsumatori, dhe për këtë arsye për të krijuar një stabilitet të asaj që ne ofrojmë tek konsumatori i gjerë, kemi krijuar dhe fermat tona për të qenë sigurt dhe për të qenë krenar për atë që ofrojmë te konsumatori, sepse di më së miri se çfarë ofrojmë te konsumatori. Dhe fermat të krijuan dhe vazhdimësi pune apo në thertore dhe në treg. Po, është produkti është i garantuar, që është gjë më e pakët, por mbi të gjitha është dhe cilësia e produktit ajo që është e garantuar kundrejt konsumatorit. Po, Dritan, si ndani detyrat dhe përgjegjësitë në kompaninë Çuna Ton? Kompania
Çuna tonë është një familje. Unë dhe i mbla menaxhojmë kryesisht i mbla prodhimin në për ferma, pra në fermat menaxhon situatën me fermat, në trajtimin e gjedhëve apo të baktive në fermat tona, ndërsa unë jam duke menaxhuar sektorin e shitjes dhe pikat ku në shesim, dyqanë ku në shesim, në qoftë në normët e duara të interesit, që të mos jemi abuzues ndaj konsumatorit, apo qoftë cilësia e produktit, mënyra e prerjes, marketingu i dur, menaxhimi me burimet njerëzore, sepse ne tashmë nuk jemi vetëm ne jemi familja e madhe çuna tonë, por nuk jemi më vetëm dajat, nipat, motrat apo mbesat. Kjo supermarket tashmë ka angazhuar mbi 70 sa njerëz, që unë që gjithë këta i quaj të një familje, pavarësisht se me shumë për tyre nuk kemi marrëdhënie gjaku, por jemi një familje, është kjo familja e madhe çuna tonë, që na bën ndjehemi krenar, sepse shohim që vlerësimi i konsumatorit çdo ditë më tepër shtohet, reflektohet ndaj nesh, njerëzit vinë të kënaqur, sjellin dashamirë të tyre, i sugjerojnë për tek ne. Dhe them se kjo është në këtë prisnim. Edhe së fundit, Dritar, na keni një mesazh për të përçuar nëpërmjet teleshikuesve të emisionit Gjurmë. Qoftë ky mesazh global, qoftë një mesazh i punës. Unë kisha një mesazh. Pikë pare dua të falenderoj gjithë konsumatorët e gjerë që na frekuenton ne, që e kanë vlerësuar më së miri mundën dhe djersën tonë. Ne jemi munduar gjatë gjithë kohës për më të mirën e mundshme, aq sa janë mundësitë tona, dhe ata ne kanë vlerësuar. Unë ndjehemi i kënaqur, ndjehemi i realizuar, pavarësisht se njeriu gjithmonë ka perspektiva për të ardhmen, do mundohemi për më të mirën. Faleminderit. Erik, faleminderit dhe ju që pranuat ftesën e emisionit Gjurmët. Faleminderit dhe juve, mirë se erdhët. Erik, do të flasim në këtë intervistë me juve për një fakt shumë deciziv të ekzistencës së kompanisë tuaj. Ndodhemi pikërisht në ambientet ku ju disa vite më parë ngritet kompaninë Çuna Ton. Çuna Ton. Pra dyqanin e parë. Dyqanin e parë ku jemi në Astir. Këto në vitin 2011 e nisëm hapa tona të para, në dyqan modest vogël në katin e sipër. Momentalisht tu jemi në katin -1, ku përpunojmë edhe bëjmë ndarje anatomike për shumë restorante, shumë hotele, për markete. Bëjmë përpunimet tona si sallameri, burger, qofte, gjitha gamat e produkteve. Po të kalojmë përsëri tek dyqani juaj i parë. Si ishin kushtet e dyqanit tuaj vitin e parë të funksionimit të tij? Atëherë në vitin 2011 kur ne hapëm dyqanin, për herë të parë, kemi pas një dyqan rreth 80 metra katror. Ai ishte dyqani jonë i parë, hapa tona të para, mbas kthimit nga emigracioni. Dhe fillua të tregtoni fillimisht mish, apo jo? Tregtojmë mish për konsumatorin, për banorët e zonës. Po. Dhe më vonë futët dhe produkte sallami? Më vonë, sepse kisha një eksperiencë gjatë, sa i përket procesit përpunimit, jashtë, nuk kam jetuar. Edhe fillova duke testuar veten, duke provuar të përpunoj. Ku arrita me i përfundim me disa recetat mia që kisha marrë si nga ndej, duke i përpunuar dhe duke i analizuar vetë, kam arritur të bëj shumë produkte, domethënë kemi i gamë për produkte diku te 23 llojesh. Sallamësh. Po, dhe pikërisht ndodhemi në ambientet e saj punishte të sallamerisë. Përpunimit. Këtu bëhet përpunimi, ndarja anatomike, komplet procesi përpunimit. Cilat janë disa nga llojet e sallamit, patenta ose marka, si i quani ju, të sallameve që ju prodhoni? Atëherë kemi shumë llojesh. Kemi sallam tradicional që e quajmë, turist, kemi turist vici, turist pikant, suxhukun e prodhojmë, kemi një lukanik që e kam patent timen, është lukaniku me perime, ka një ecurigo gjatë mirë, është një produkt vërtet i pastër dhe cilësor. Po, më thatë që këtë zanat e keni marrë gjatë emigrimit në Greqi, apo jo? Po, kam një eksperiencë pune në përpunimin në Greqi. Sa vite?
Unë kam jetuar në Greqi rreth 8 vite. Po, dhe ju keni prodhuar vet atje, apo? Normalisht kam punuar atje në procesin e prodhimit të lukanikut. Te greku e ka te lukanikut si recetë tyre tradicionale. Erik, dhe në vazhdim të kësaj interviste që jemi së bashku për emisionin Gjurmët, do ju lutesha të na shoqëroni në punishën ku bëhen sallamat, Patjetër të ndjekim procesin patjetër. Po shkojmë së bashku në repartin ku Tu jemi në repartin e ndarjes anatomisë. Pra ndajet të kofsha e viçit ose e derit? Kofsha e derit, tu bëhet heqja e kockës, dhe heqim kockën nga mishi, dhe pastaj ky mish vazhdon në pjesën e përpunimit. I gjithë ky mish është destinacion për të prodhuar sallam. Për të prodhuar sallam, po. Sallamet që prodhojmë ne, si parizier, milanez, gjithë gamën e produkteve. Po, të gjithë këta djemë të rinj që po punojnë këtu janë të specializuar për këtë procedurë pune. Janë të specializuar për këtë procedurë pune, kanë eksperiencë pune të gjatë, si këtu të ne që ka 7 vjetë që prodhojmë sallam, dhe kanë një eksperiencë gjatë e punë. Konkretisht, Erik, ta po bëjnë zhveshje anatomike të çfarë? Të zhveshje anatomike, kjo është gic, derë. Gic. Po, mish deri, pjesa e kofshës, që shkon për pjesën e produkteve të sallamit. Po, dhe çfarë lloj sallami do prodhoni me këtë mish? Turistin tradicional që prodhojmë ne, edhe salqiqe, kremvice që ne prodhojmë, kemi një kremvice me djathë që ne prodhojmë nga ky mish, parizier. Riku, ti vetë, kur ke qenë në Greqi, ke kryer këtë procedurë punë? Patjetër që e kam kryer, patjetër që e kam kryer këtë proces. E kujton me nostalgji, besoj, apo? Patjetër. Sepse kjo është procedura e parë? Është procedura e parë që fillon e mëson atje. Dhe mbasi zhvishet nga kocka, Riku, unë shoh që po zhvishet nga kocka. Çfarë ndodh? Ky mish çfarë pritet në pjesë të vogla si? Po, bëhet coptimi i mishit, edhe pastaj në proceset e tjera. Tani, a do shkojmë së bashku dhe ke reparti tjetër? Patjetër. Shkojmë. Punë të mbarë çuna. Atëherë, Erik, pas repartit të ndarjes së mishit në mënyrë anatomike, ndodhemi në repartin e prodhimit të sallamit. Po, këtu jemi në repartin e përpunimit. Këtu përpunohet që bëhet sallami, qoftja, komplet produkte që ne bëjmë. Si nis procedura e punës këtu? Procedura nis duke ngrirë mishin në makinerinë ngrirëse. Po. Pastaj hidhet në mikserin këtu ku përzihet. Me çfarë? Me erzat, me që ka receta e çdo lloji produkti. Dhe pastaj vjen në produkt në makinerinë ku mbushet që i futet në zorën kolagjen gjithë secilit për tyre. Po, dhe procedura e fundit arrin te pjekja. Te pjekja. Çfarë temperaturë, kuriozitet për mua, duhet për pjekjen e sallamit? Për pjekjen e sallamit, sallami duhet kalojë në 72 gradë. 72 gradë. Për çfarë afati kohor? Ka një afat kohor prej 2 orë 30 minuta. 2 orë 30 minuta. Për gjithë sallamit? Barsi të kalibrit të sallamit. Barsi të kalibrit sallamit, dhe trashësia? Trashësia, po. Pra, kur është sallami sa me trash, duhet? Duhet më orë më tepër. Më tepër, sepse të hyj ajo në brendësi. Sa të shkoj temperatura në brendësi. Erik, faleminderit. Faleminderit, ndërkohë ndjekim dhe i pjesë procedurës se si funksionon prodhimi i sallamit. Faleminderit.
Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, tu ndodhemi në zonën e Vaqarit. Pas meje, ndodhet thertoria Çuna Ton. Në këtë thertore kryhet një volum i madh pune për të furnizuar tregun e kryeqytetit me produktin e mishit. Na ndiqni për më shumë në intervistat në vazhdim. Cili është roli juaj në këtë thertore? Unë jam drejtues teknik i thertores. Roli im këtu është në procedurat e gjithë nga ardhja e kafshëve të gjalla nga ferma, në futje në thertore, deri dalja e mishit për konsum publik. Po. Pikërisht si nis dita e punës e juaja? Dita e punës fillon me ardhjen e punëtorëve në thertore, kontrolli i tyre në ana higjienike dhe nga problemet e tjera shëndetësore. Domethënë kasapët e thertores çdo ditë kontrollohen nga ana jon, gjithë punonjësit që punojnë në thertore kontrollohen në ana higjieno-sanitare. Edhe për proceset ndryshme që mund të kenë sëmundje të ndryshme. Nga ana shëndetësore, do të jenë të pastër. Dhe pasandaj kalohen në procesin e therjes, futen në thertore. Në rast se ka probleme, domethënë që ka sëmundje ose ka probleme të ndryshme, konsultohemi me përgjegjësin e thertores dhe ata largohen nga puna në pratë ditë, nëse ka probleme. Plus edhe nga ana higjiene sanitare. Po. Po procesi i therjes si kryhet këtu? Dhe si kalon ai zinxhiri deri në frigorifer dhe nxjerrje? Këtu jemi në bashkëpunim me veterinerin, me inspektorin e drejtorisë veterinarisë, inspektorin shtetëror. Domethënë nga ardhja e kafshëve në thertore kontrollohen për dokumentacionin. Kafsha shoqërohet me dokumentacion veterinar nga veterineri i shërbimit fermës ku vjen kafsha. Këto dokumentacione kontrollohen nga ana ime si drejtues teknik edhe nga veterineri shtetëror. Kafshët që janë të rregullta me dokumentacion dhe në ana shëndetësore në gjendje të mirë, futen brenda thertores, futen në stall. Në këtë moment pastaj mbaron procesi i pranimit të kafshëve, përgatitet, kontrollohen edhe një herë për problemet ndryshme që mund të kenë në shqetësim shëndetësor dhe ato kafshë që rezultojnë të rregullta për të futur në procesin e therjes, kontrollohen dhe jepet urdhër përgjegjësit të thertores për t'i futur në dhomat e parapregatitjes për therje. Pastaj gjitha kafshët që janë kontrolluar nga ana jonë dhe inspektorit shtetëror futen në procesin e therjes. Gjatë kësaj kohe që theren, për shembull, nëse vijnë 10 gjell, futen të 10 gjell gradualisht dhe theren, bëhet dhe kontrolli jonë, edhe inspektori shtetëror dhe nga ana ime, kontrollohet karkasa, domethënë edhe organet e brendshme. Gjatë kësaj kohe mbahet dhe një rregull i fortë higjieno-sanitar, domethënë për mos kontaminuar mishi ose me këto mbetjet të cilat janë të shkëputen në kafshët, në kasapët dhe çohen, i kemi të grumbulluara në pikat të posaçme. Cili është roli juaj si përfaqësuese e shtetit shqiptar për të patur kontrollin tuaj në mënyrë që këto mishra që përpunohen, theren dhe tregtohen nga këto firma private të kenë cilësinë maksimale? Unë jam veterinare kontrolli, drejtoria Tiranë, varësinë e kemi nga Ministria e Bujqësisë, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe i Mbrojtjes Bimëve. Detyra ime kryesore është që të bëj kontrollin e kafshëve të gjalla deri në daljen e produktit përfundimtar nga thertore. Prej këtu. Po. Dhe më konkretisht? Më konkretisht, kontrolloj dokumentacionin. Po, ky është një dokumentacion tipik. Mund ta tregosh për kamerën tonë? Po. Është një certifikat lëvizjeje, e cila vjen nga ferma në thertore. Afati ligjor nga ferma pra që merret për të nga ferma në thertore. Afati ligjor i kësaj certifikate është 72 orë. Domethënë 3 ditë ka afat kjo certifikat për tu zbatuar. Kafshët vinë me numër matrikulli, çdo gjë vjen korrekt nga ferma ose vinë kafshë të gjalla nga importi, sigurisht që vinë me certifikat shëndetësore dhe me dokumentacionin e rregullt, dhe kafshët që vinë nga importi sigurisht janë brenda 72 orëve duhet të theren në thertore. Procesi brenda në thertore është konform rregullave dhe ligjeve të shërbimit veterinar. Po, dhe doni të thoni me gjithë shpjegim që na bë deri tani, doni të thoni që puna pare juaj është kontrolli dokumentacioneve. Kontrolli dokumentacionit që shoqërojnë baktit. Dhe sa hapi tjetër? Hapi tjetër është futja në stall, qëndrimi në stall, pastaj fillon procesi 24 orë pasi vjen gjëja e gjallë në thertore, ne duhet të kryejmë ekzekutimin e
e kafshëve. Pastaj mas therjes së paktisë? Mbas therjes kryhet procesi i kontrollit të termometrimit të kafshëve, fillon procesi i therjes. Mbas procesit të therjes ne kontrollojmë komplet organet e brendshme, kontrollin anatomik të karkasave, të organeve dhe pastaj bëjmë vulosjen e mishit. Pas vulosjes mishit ne duhet ta kalojmë në dhomat frigoriferike. Në dhomat frigoriferike qëndron 24 orë dhe mishi që theret sot del pas 24 orësh në subjektin tregtar që e merr. Po, ju xhiruam teksa ju ushtronin një nga këto aspekte të punës tuaj, vulosjen e mishit të sapo therrur. Edhe ai është kompetencë juaj, apo? Po, është kompetencë e veterinerit zyrtar. Pra, para se të futet në frigorifer, vuloset? Po, është procesi që bëhet vulosja e mishit. Kur u çel kjo thertore, e cila për mua është zemra e kësaj sipërmarrje? Thertoria ka tashmë mbi 2 vjet, po thuajse 3 vjet, që është hapur dhe vendimarrja ishte duke parë se është një ndër hallkat kyçet atij zinxhirit për të arritur një siguri sa më të lartë të ofrimit të produktit nga ferma në pjatë e konsumatorit. Kështu që thertoria duheshme patjetër dhe ne vendosëm ta hapim subjektin dhe madomendja që ja kemi arritur më së miri qëllimit. Tashmë flasim akoma me siguri dhe me optimizëm ndaj konsumatorit, me bindje të plotë që ofrojmë diçka jo vetëm cilësore, por edhe me një siguri akoma më të lartë ushqimore. Themi se e kemi plotësuar të gjitha hallkat. Po mbi të gjitha është edhe volumi punës që kryet këtu drejtan, se ju keni tregun e kryeqytetit. Çfarë volumi pune kryet në këtë thertore? Siç e kemi tonuar dhe më përpara, për hir të asaj që ne kemi ofruar dhe na është vlerësuar nga konsumatori, puna jonë ka ardhur gjithmonë në zhvillim e sipër, ne ndihemi të kënaqur, patjetër që sasitë janë konsiderueshme, duke marrë në konsiderat dhe bashkëpunëtorët tanë, subjekte tjerë të cilëve ne ju ofrojmë produktet tona, qoftë zgjedh apo bagti, është goxha sasia në cilët shërbehet këtu. Flasim duke 200 krerë të imta në ditë. Mund të therrë në ditë 200 krerë? Absolutisht, dhe përveç këtyre dhe 40-50 viça në ditë. Po kësaj i paraprin, pra i bashkangjitet edhe dhomat frigoriferike, po keni po kaq kapacitete, apo jo? Absolutisht edhe dhomat e magazinimit, dhomat frigoriferike janë të disponueshme, madomendja që është një infrastrukturë goxha komode për të arritur mirëmbajtjen dhe shërbimin. Po, drejtan, ju jeni bashkëpronar me vllain tuaj, me Erionin. Po, vetëm vlla me Erionin. Po, roli juaj, cili është konkret këtu? Unë ju kam parë njëri shumë punëtor, shumë aktiv. Për qenë sa më afër asaj që bëjmë, që të dy ne jemi të përkushtuar me pasion dhe dashuri kundrejt kësaj sipërmarrje tashmë që ne kemi, unë menaxhoj situatën duke vënë pikat mbi i, kur i thonë, për çdo detaj të mundshëm, duke qenë aty prezent dhe që gjërat shkojnë sa më mirë. Pra përgjigjesh në çdo situatë procesit punës ose punëtorëve? Absolutisht po. Duke menaxhuar gjithë situatën. Drejtan, në vazhdim të emisionit tonë më thatë që do më shoqëroni dhe tek ferma që keni këtu pranë, apo jo? Absolutisht po. Ne kemi 2 ferma tashmë, të cilën ne marrim dhe trajtojmë bagtitë dhe gjedhat tona, për të arritur me të vërtet një produkt sa më cilësor dhe të garantuar për sigurinë ushqimore. Atëherë shkojmë ke njëra nga fermat bashkë tani? Absolutisht. Shkojmë bashkë. Me shumë kënaqësi. Ndërsa këtu ndodhemi në brendësi të fermës, ku mbashtrohen qingjat nga kompania Çuna Ton. Ndodhemi në vendbanimin Arban të Tiranës. Mora vesh ju jeni blektor me profesion dhe keni ushtruar këtë profesion qysh në kohën e monizmit, apo jo? Monizm, që në 81-shin. Po, dhe ku keni punuar atëre?
në kooperativën e Shëngjegje. Po, aktualisht ju po punoni në profesionin tuaj të hershëm të blektorit në fermën Çuna Ton. Çuna Ton. Cila është puna e përditshme këtu? Çfarë lloj baktish mbashtoni këtu? To maj me qingja, viçat, edhe ushqim me misër, me bar, me njanç. Po, krahas së kushteve stallore të ushqimit, që unë e shoh që po ushqehen ato këtu, a e nxirrin edhe në kullota në natyrë? Jo, vetëm Kushte stallore. stallore. Si nis dita e punës për ju? Po, nisin nga ora 7 deri në orën 4 gjys. Dhe cilat janë punët që merreni për ditë këtu? Po, me këta memi me barin, u japim njanç, u japim misër. Këto bakti që kemi tani janë të gjitha qingja që kemi këtu? Komplet Çfarë moshe janë? Ta jenë ke 5 muaj. Dhe kur kanë ardhur këtu të mbashtohen? To kanë një muaj që kanë ardhur. Një muaj. Po. Dhe sa do vazhdojnë të mbashtohen këtu? Po këto do rrinë deri për Baram. Deri për Baram. Po. Dhe të gjitha pastaj do therrën. Po, do therrën. Dhe pastaj vjen një parti tjetër. Vjen turni tjetër. Përsëri qingja? Po, qingja. Vetëm qingja mbashtohen. Po, vetëm qingja, asgjë tjetër. Ç'mund ta thoni diçka për profesionin tuaj të blektorit? Vështirësitë dhe kënaqësitë që tjetë? Po jem shumë i kënaqur me këtë punë që kam këtu, se kam qyrë në kooperative deri në çim me këtë punë jem marrë. Të nderuar teleshikues, emisioni Gjurmë, këtu ndodhemi në hyrje të Patosit dhe pikërisht në vendbanimin e quajtur Kraps. Ndodhemi në fermën më të madhe të kompanisë Çuna Ton. Pikërisht pas meje ndodhen rreth 250 viça të importuara nga Irlanda dhe të racave të ndryshme, ndërsa në zonën tjetër ndodhen rreth 1000 qingja. Erika, atëherë ndodhemi përsëri së bashku, kësaj radhe ndodhemi në hyrje të Patosit, ku ndodhet kjo fermë e kompanisë tuaj. Tu jemi në hyrje të Patosit, në fshatin Kraps, ku ndodhet ferma jonë që kemi. Çfarë viti është hapur kjo fermë? Kjo është hapur në vitin 2020. Po, 2020. Dhe me sa shoh këtu rriten mbashtoni gjedh, por më së shumti viça, apo? Po, ne mbashtojmë gjedh, viça. Domethënë që bëjmë rritjen për biznesin tonë. Po, çfarë lloj viçash rriten këtu? Këtu janë viça të racave të ndryshme, si limuzin, Angus, Charolais, Bluebell, Simmental, të racave të ndryshme. Ne i marrim në moshë të vogël, nga pesha 200 kg, 200-250, edhe i mbashtojmë për 6 muaj, kur shkojnë deri në peshën 400 kg, 420 kg peshë Po, gjallë. konkretisht këto viça që kemi në krahun tuaj të majt, çfarë moshe, çfarë peshe janë? Këto janë të moshë së 7 muajsh, edhe janë të peshës 380 deri 400 kg. Po, ndërsa nga krahu tjetër? Nga krahu tjetër janë pak më të mëdhej këto janë nga 450 kg. Këto janë për therrje tashmë. Po, me sa di këto viça i importoni, apo? Po, janë të viçat e importit, ne i sillim nga Irlanda, bëjnë një rrugë të largët për të ardhur këtu, në kushtet e duhura, por kemi gjetur një cilësi dhe një kafshë të shëndetshme nga andej, dhe kemi Po, me sa bashkëtimin këtu. Po, me sa kuptoj, kjo është ferma juaj kryesore e viçave, apo? Po, këto janë viçat që ne rrisim për dyqanet tona që kemi në Tiranë. Ndërsa një fermë tjetër e keni në Tiranë? Po, këtu kemi një fermë të vogël me bakti të hinda, me qengja. Përkohë kemi edhe këtu qengja, të kjo fermë. Këtu ne mbashtojmë diku te këtu ka një kapacitet për 250 viçash. Ne mbashtojmë diku te 600 viça në vit. I marrim në moshë të vogël dhe i rrisim për biznesin tonë. Po, viçat me sa shoh rriten në kushte stallore, pra ja jepni ushqimin këtu ku janë. Po, në kushte stallore, me ushqimin që ne përgatisim po vetë, si misër, hime, grur, elb, soj, ushqim që ne përgatisim vetë. Po, Erik, më thatë dje në bisedë paraprake pas xhirimeve që bën bashkë që keni një projekt tjetër më madhor për të bërë një fermë akoma më të madhe, apo jo? Po. Që t'i gruponi të gjitha këtu është ideja? Unë, sepse i dashuroj dhe kafshët, më thënë, kam pasion kafshët, edhe dua të bëj një fermë me kushte më të mira, më cilësore, më për kafshët. Edhe ëndra ime është të bëj një fermë të madhe, me viçat që unë do të rrisë dhe dua të kem një produkt, që t'i ofroj konsumatorit një mish cilësor dhe sa më
të mirë, sa më të garantuar, sa më me vlera më të mira ushqyese. Ëndra ime është ja arri qëllimit, po si njëri këmbgulës si jam, besoj se dikur do ja arris. Po, dhe aty do gruponi gjedhët edhe të imtat bashkë. Gjedhë, po, kryesisht me baktit. Po, edhe do ta keni në Tiranë, besoj. Po besoj se po do jem i vend përshtatshëm për ta. Po, Erik, të falenderoj shumë. Faleminderit dhe juve.